Avokat, mbrëmjen e djeshme doli lajmi që disa persona janë futur në mënyrë të paautorizuar në emailët e 3 prokurorëve dhe është tentuar për të futur në emailin e kryetarit kreut të prokurisë posaçme zoti Dumani. Si e cilësoni këtë ngjarje? Për mua kjo ngjarje është një lojë e radhës dhe nuk është një ngjarje e cila flet ashtu siç flasin deklaratat e Spakut, për shembull që disa njerëz u futën në mënyrë të paautorizuar tek emailet e prokurorëve. Unë mendoj që kjo është një lojë për të hequr vëmendjen tek arrestimi i Erion Velis, por edhe jo vetëm kjo, edhe për rastin që nuk kemi arrestime brenda muajit mars. Të gjithë kemi parë dhe kemi dëgjuar që ka pas iniciativë nga prokuroria e posaçme të kryeshin disa arrestime dhe këto arrestime nuk kanë ndodhur ashtu siç pritej nga qytetarët. Kjo lojë e mirë organizuar ose kjo ndërhyrje e pa autorizuar e cila është në dyshimet e para për shkak se kemi një procedim penal është thjesht për të justifikuar që ne nuk bërëm arrestime dhe nuk kemi bërë asgjë, po thjesht vetëm sepse jemi sulmuar. Pse e them këtë? Sepse pikërisht duhet të dini edhe ju vetë që Shqipëria para shumë vitesh, para 2 vitesh mos gaboj, u goditëm nga një sulm i cili ishte në kësaj natyre dhe normalisht institucionet shtetërore duhet të kishin marrë masa parandaluese që mos të ndodhin raste të tilla. Dhe nga deklarata e vetë Spakut thuhet që ne kemi bërë një kontroll administrativ, nuk na ka rezultuar që kemi një spion të brendshëm, por na ka rezultuar që kemi një ndërhyrje. Tani, kur nuk ke cenim të IT-s, nuk ke veprime të cilët të kanë çuar në atë drejtim, çfarë don ti të fshihesh apo çfarë ti don të parandalosh në të ardhmen, sepse është e çuditshme që është bërë ky veprim i pa autorizuar për të marrë çfarë? PDF të hetimeve? Për të marrë PDF thjesht? Përse? Sepse hetimet nuk bëhen me PDF. Provat ngurbullohen me A4 me letra. Dhe ato që ti dërgon në gjykatë si prokuror, i dërgon pikërisht me A4 letra dhe nga letra rezulton procedimi, po jo nga PDF. Avokat, po nëse janë po themi hakëruar emailet e brendshme 3 prokurorëve. Në emailet e brendshme mund të ketë që prokurori mund të po themi i jap direktiva ndaj agjendëve të BK-s për të kryer disa veprime dhe këtë mund ta bëj përmes emailit, sepse emaili është komunikim zyrtar dhe aty mund shkëmbejë dhe po themi PDF ose materiale që janë marrë në mënyrë ose hetime që janë deri tanishme, për shembull një agjent i BK-s mund t'i thotë prokurorit që deri tani jam në këto nivele hetime dhe këtë mund t'ia çoj përmes emailit duke menduar që emaili është i sigurt. Pra pse mos ta mendojmë që me të vërtetë aty ka pasur, po themi, sekrete shumë të rëndësishme hetimore? Kur flasim për sekretin hetimor dhe veprimet hetimore, kërkojnë një sekret të shumë të thelluar hetimor dhe kërkojnë sekretin në fjalimin e vetë të çdo veprimi bëhet me komunikim të drejtë për drejtë me prokurorin dhe jo me email. Në rast se prokurorët tanë nuk janë në komunikim të drejtë për drejtë me OPG-t përkatës, atëherë ne nuk kemi një seriozitet të hetimit. Thjesht kemi bëj këtë veprim procedurale dhe kaq. Prandaj unë duhet të them që komunikimi institucional nëpërmjet emailit nuk është se non hetimin, sepse hetimi në rast se ka filluar duhet janë ngumbulluar provat dhe komunikimet që kanë njëri me tjetrin, OPG-t dhe prokurorët nuk ka të bëjë thjesht vetëm për anën procedurale, por ka të bëjë mos kemi diçka tjetër që është fshehur dhe nuk është thënë në publik, sepse ajo që unë kuptoj është kjo qartë. Komunikimin me email mund të kemi në një institucion. Nuk e ndalon ligji, madje edhe e lejon për të shmangur dhe kohën edhe takime të shpeshta të cilët janë pa qëllim, pra pa rezultat konkret. Por ne duhet kuptojmë qartësi, provat mblidhen në rrugë operative dhe nuk mblidhen me urdhra të prokurorit. Që do të thotë, edhe sikur të kemi këto raste, çfarë do të thotë? Do të thotë që personi i cili është në procedim penal ka një uri që është në procedim penal, pra ky person nuk do shkojë të merret me emailet e prokurorëve. Ky person do shkojë të gjejë rrugën e duhur, ashtu siç e mendoi ai vet, në mënyrë të kundërlishme të bëj korrupsion.
Ç'i duhet një personit PDF-ja? Ç'i duhet një personi emaili që prokurori ka komunikuar? Çfarë prova duhet prishin? Dhe në rast se jemi në prishjen e provave, atëherë prokurori duhet të marrë masa me njëherë që emaili që është marrë, është rezervuar për procedimin e lidhur, të arrestoj personin ndaj të cilit ka filluar procedimi penal. Ndoshta nuk është ai që e ka bërë hakerimin. Po nuk na intereson kush e ka bërë hakerimin në këtë momente. Ne intereson që organi që procedon, që ka regjistruar një procedim penal dhe është sulmuar pikrisht një pjesë të asaj që i duhet të personave që kanë marrë si material. Ndoshta prokurori deri në këtë fazë nuk është i bindur që ndaj tij mund të ketë një mas arresti. Nuk e besoj këtë gjë, sepse procedimi derisa ka filluar mund të kemi detyrim paraqitje, pse duhet ta vendosim tjetrin në arrest? Ose mund mos ketë fare një mas, po themi ndaj atit. Unë Mund nuk të jetë besoj, fazë paraprakë dëgjoj. hetimesh. Po procedimi është hetim para prak, nuk është se personi është i ndjekur penalisht, as i pandehur. Pra do të kemi parasysh diçka. Kur prokurori mendon se është sulmuar emaili i tij, ai vepron menjëherë duke parë ku është sulmuar, si është sulmuar në datën 12, 13, 14, 15 mars, jemi me datën 2-3 prill, që do të thotë pse duhet të dalë ky njoftim, edhe pse nuk kemi procedura ligjore që të tregojnë që prokurori ka vendosur të dërgojë çështjen në gjykat për një masë konkrete. Pse duhet të bëhet kjo lojë mediatike që u sulmoi një institucion i cili është i mirë paguar dhe mirë financuar për të shmangur këto raste të rrezikshme për sa i përket pjesës së hyrjes në mënyrë të padrejtë në kompjuterin e prokurorëve. Pse duhet të bëhet ky lajm? Sepse ndoshta ky është institucioni vetëm që në këto momente të gjithë njerëzit kanë syt aty për shkak të procedimeve dhe masave që ka marrë. Edhe ky institucion duhet të jetë kaq shumë vulnerabël që të ketë një sulm të tillë të padrejtë? Pra lind pyetje, janë pikpyetje të mëdha këto. Si një institucion i shumë financuar dhe mirë financuar për sa i përket ekspertizës, për sa i përket teknikës, futet edhe ka mundësi të ketë një ka pasur raste që kanë rrjedhur informacione nga agjenci siç është FBI-a dhe CIA. Pra, mos e bëjmë që nuk është herezi që një institucion si Spaku të bie prej hakerimeve kur në fakt këtu po themi avancimi i sulmeve kibernetike ka arritur majat ose edhe i hakerimeve. Pra, ne mund të gjykojmë se si është po themi qasur Spaku ndaj kësaj që i ndodhi apo jo. Tani është edhe një pyetje tjetër, a mund të kemi një procedim penal brenda prokurorisë së posaçme në rast se ajo prokurori nuk ka marrë mjetet e mjaftueshme për parandalimin e hakerimit? Kush e bën këtë hetim? Vetë prokuroria heton veten e vet.